Data 28 gusht. 1 Samuelit, kapitulli 20. Davidi iku nga Najothi i Ramahut dhe shkoi te Jonathani dhe i tha: "Çfarë kam bërë? Cili është faji im dhe cili është mëkati im kundër atit tënd që ai kërkon jetën time?" Jonathani u përgjigj: "Mos ndodh kurrë. Ti nuk ke për të vdekur. Ja i mat nuk bën asnjë veprim të madh apo të vogël pa më njoftuar mua. Pse i mat të ma fshite këtë gjë? Nuk është e mundur." Davidi u betua përsëri dhe tha: "Ytate di me siguri që unë gëzoj hirin tënd dhe do të ketë thënë, Jonathani të mos e di këtë që të mos hidhërohet. Por siç është e vërtetë që Zoti jeton dhe qërron shpirti yt, mua nuk më ndan nga vdekja vetë se një hap." Jonathani tha Davidit: "Çfarëdo gjë që të më kërkosh, unë do ta bëj për ty." Davidi u përgjigj Jonathanit: "Ja nesër fillon hëna e re dhe unë duhet të ulem në tryezë me mbretin, por ti më lër të shkoj dhe unë do të fshihem në fshatrat deri në mbrëmjen e ditës së tretë. Në qoftë se atit tënd i bie në sy mungesa ime, ti do t'i thuash: Davidi më është lutur me këmbgulje të hidhet për pak kohë deri në Betlehem, në qytetin e tij, sepse aty kremtohet flijimi për tërë familjen e tij. Në qoftë se thot mirë, shërbëtori yt ka për të shpëtuar, por në rast se zemërohet, dije se ka vendosur të ma bëj të keqen. Tregohu para i mëshirshëm me shërbëtorin tënd, sepse e ke bërë të lidhet në një beslidhje të Zotit me ty, por në rast se kam ndonjë faj, vrit më ti, pse duhet më çosh tek ati yt?" Jonathani tha: "Larg qoftë ky mendim. Po ta dija që i mat ka vendosur të ta bëj të keqen, nuk do të ta tregoj aty?" Davidi i tha Jonathanit: "Kush do të më njoftoj nëse yt atë të përgjigjet rënd?" Jonathani tha Davidit: "Eja dhe dalim ndër fusha." Kështu që të dy dolen jashtë në fushë. Atëherë Jonathani i tha Davidit: "Paça dëshmitar Zotin, Perëndin e Izraelit. Nesër ose pas nesër në këtë orë do të hetoj qëllimin e atit tim për të parë nëse ai e shikon me sy të mirë Davidin dhe po të mos dërgoj njëri të njoftoj. Zoti le t'i bëj këtë gjë Jonathanit madje edhe më keq. Në qoftë se përkundrazi i mat ka ndërmend të bëjë një të keqe, unë do të njoftoj dhe do të lë të shkosh me qëllim që ti të shkosh në paqe. Dhe Zoti qoftë me ty ashtu siç ka qenë me atin tim. Derisa të jem gjalla, nuk do të përdorësh ndaj meje mirësinë e Zotit me qëllim që të mos vritem, por nuk do të heqësh dorë kurrë të përdorësh mirësinë ndaj shtëpisë sime, as atëherë kur Zoti të ketë shfarosur nga faqja e dhëut tërë armiqtë e Davidit." Kështu Jonathani lidhi një beslidhje me shtëpinë e Davidit duke thënë: "Zoti t'u kërkoi llogari armiqve të Davidit për gjakun." Për hir të dashurisë që kishte për të, Jonathani e vuri përsëri Davidin të betohet, sepse ai e donte si shpirtin e vet. Pastaj Jonathani i tha: "Nesër fillon hëna e re dhe mungesa jote do të bjerë në sy, sepse vendi yt do të mbetet bosh. Do të lësh të kalojnë 3 ditë, pastaj do të zbresësh me të shpejtë dhe do të shkosh në vendin ku u fshehet ditën e ngjarjes dhe do të rish pranë gurit të Ezelit. Unë do të hedh 3 shigjeta përbri gurit, sikur të gjuaja në shenjë. Pastaj do të dërgoj një djalosh duke thënë: Shko të kërkosh shigjetat. Në rast se i them djaloshit: Shiko, shigjetat janë nga ana jote, prandaj merri, atëherë eja, sepse ashtu si Zoti jeton, punët ecin mbar ty dhe nuk ka asnjë rrezik. Në qoftë se përkundrazi i them djaloshit: Shiko, shigjetat janë matan teje, atëherë shko, sepse Zoti të bën të ikësh. Sa për gjërat për të cilat kemi folur midis nesh, ja Zoti qoftë dëshmitar midis teje dhe meje për gjithnjë." Kështu Davidi u fsheh nëpër Ara. Kur filloi hëna e re, mbreti ul për të ngrënë. Mbreti ul në karrigen e tij si herët e tjera, në karrigen pranë murit. Jonathani ul përballë tij, Abneri ul pranë Saulit, por vendi i Davidit mbeti bosh. Megjithatë Sauli nuk tha asgjë atë ditë, sepse mendonte: do t'i ketë ndodhur diçka, nuk do të jetë i pastër. Me siguri ai nuk është i pastër. Por të nesërmen, ditën e dytë të hënës së re, vendi i Davidit ishte akoma bosh. Atëherë Sauli tha Jonathanit, birit të tij: "Pse biri i sajt nuk erdhi për të ngrënë as dia sot?" Jonathani u përgjigj Saulit: "Davidi më kërkoi me insistim ta lë të shkoj në Betlehem dhe tha: Të lutem lër më të shkoj, sepse kemi në qytet një flijim në familje dhe vëllai im më ka detyruar të marr pjesë në të. Tani pra, po të gëzoj hirin tënd, të lutem lër më të hidhem shpejt për të parë vëllezrit e mi." Për këtë arsye nuk erdhi në tryezin e mbretit. Atëherë zemrimi i Saulit u ndez kundër Jonathanit dhe i tha: "O biri çoroditur dhe rebel, vallë nuk e di unë që ti mban anën e birit e Isait për turpin tënd dhe për turpin e lakurisisë së nënës sate, sepse përderisa biri i Isait do të jetojë mbi tokë, nuk do të ketë qëndrueshmëri as për ty, as për mbretërinë tënde. Prandaj dërgo ta marrin dhe sillet tek unë, sepse ai duhet të vdes." Jonathani u përgjigj Saulit atit të tij duke thënë: "Pse duhet vdes? Çfarë ka bërë?" Atëherë Sauli vërtiti ushtën kundër tij për ta vrarë. Jonathani e kuptoi që vrasja e Davidit ishte diçka e vendosur nga ana e tatit.
Kështu Jonathani u ngriti zemëruar nga tryeza dhe nuk hëngri gjë as ditën e dytë të hënës së re, pasi ishte hidhëruar për Davidin, sepse jati e kishte trajtuar në mënyrë të turpshme. Të nesërmen në mëngjes, Jonathani doli në fushë në vendin e caktuar me Davidin, duke pasur me vete një djalosh. Ai i tha djaloshit: "Vrapo të më sjellësh shigjeta që unë gjuaj." Ndërsa djaloshi vraponte, ai hodhi një shigjet që kaloi përtej tij. Kur djaloshi arriti në vendin ku ndodhej shigjeta që Jonathani kishte hedhur, Jonathani i bërtiti nga prapa: "Shigjeta vallë ka rënë matan teje?" Pastaj Jonathani i bërtiti akoma djaloshit: "Vepro shpejt, mbaro punë, mos u ndal." Kështu djaloshi i Jonathanit mblodhi shigjetat dhe u kthye tek i Zoti. Por djaloshi nuk dinte asgjë. Vetëm Jonathani dhe Davidi e dinin si qëndronte çështja. Pastaj Jonathani i dha armët e tij djaloshit dhe i tha: "Nisu, çoj në qytet." Me të nisur djaloshi, Davidi u ngrit nga krahu jugor, ra përmbys 3 herë me fytyrë për tokë, pastaj të dy puthën njëri tjetrin dhe qanë bashk, por Davidi qau më tepër. Pastaj Jonathani i tha Davidit: "Shko në paqe. Tani që ne të dy jemi betuar në emër të Zotit, Zoti le të jetë përgjithmonë dëshmitar midis meje dhe teje dhe ndërmjet pasarzëve të tu dhe pasarzëve të mi." Pastaj Davidi u ngrit dhe iku, dhe Jonathani u kthye në qytet. 1 Korintasve, kapitulli 2. Edhe unë, o vëllezër, kur erdha te ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a urtësie që t'ju shpall dëshminë e Perëndisë, sepse e vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju veç Jezu Krishtit edhe atë të kryqëzuar. Dhe unë erdha te ju në dobësi, me frikë dhe drithërim të madhe, dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë mbushamendëse nga urtësia njerëzore, por në dëftim të frymës dhe të fuqisë, që besimi juaj të mos qëndrojë në urtësinë e njerëzve, por në fuqinë e Perëndisë. Dhe ne flasim urtësi mes njerëzish të pjekur, por jo urtësinë e kësaj bote dhe as të pushtetarëve të kësaj bote që shfuqizohen, por flasim urtësinë e Perëndisë në mister, urtësinë e fshehur të cilën Perëndia e kishte paracaktuar për para kohërash për lavdin ton, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj bote nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Por sikurse është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar, dhe që nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po Perëndia na i zbuloi me anë të frymës së tij, sepse fryma heton gjithçka, edhe të thellat e Perëndisë. Sepse cili nga njerëzit njeh gjërat e njeriut përveç frymës së njeriut që është në të, po kështu as njeri si njeh gjërat e Perëndisë përveç frymës së Perëndisë. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar nga Perëndia. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga urtësia njerëzore, por të mësuar nga fryma e shenjtë, duke krahasuar frymërisht gjëra frymërore. Dhe njeriu natyror nuk i pranon gjërat e frymës së Perëndisë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato hetohen frymërisht. Por njeriu frymëror heton çdo gjë, por vetë nuk hetohet nga asnjë, sepse kush e njohu mendjen e Zotit që ta mësoj atë, por ne kemi mendjen e Krishtit. Vajtimet, kapitulli 5. Kujto, Zot, atë që na ka ndodhur. Shiko dhe vëre turpin ton. Trashëgimia jo nuk ka kaluar të huajve, shtëpit tona njerëzve që nuk janë tanët. Në u bëm jetim, pa etër, nënat tona janë si të veja. Duhet të paguajmë për ujin që pim, drut tona i kemi vetëm me pagesë. Na ndjeken me një zjedh mbi qaf, jemi të raskapitur dhe nuk kemi fare pushim. I kemi shtrirë dorën e Egjiptit dhe Asiris për të ngovur me bukë. Etrit tanë kanë mëkatuar dhe nuk janë më, dhe ne mbajmë dëshkimin për të paullësitë e tyre. Sklevrit sundojnë mbi ne, askush nuk mund të na çlirojë nga duart e tyre. E nxjerrin bukën duke rrezikuar jetën tonë përpara shpatës së shkretetires. Lëkura jonë është ngrohur si një furrë për shkak të valës së urisë. Kanë dhunuar gratë në Sion, virgjëreshat në qytetet e Judës. Krerët janë varur nga duart e tyre. Personi i pleqjve nuk është respektuar. Të rinjt i vund të bluajnë, të vegjëlit i rrëzuan në barrën e druve. Pleqjt nuk mblidhen më te porta, të rinjt nuk u bien më veglave të tyre. Gëzimi i zemrave tona është paksuar, vallja jonë është shndërruar në zi. Kur ora ka rënë nga koka jonë, mirë ne sepse kemi mëkatuar. Prandaj u sëmur zemra jonë, për këto gjëra ne janë errësuar syt, për malin e Sioni që është i shkretuar dhe në të cilin sillen dhelprat. Por ti o Zot mbetsh për jetë, dhe froni yt brez pas brezi. Pse do të na harroje për jetë dhe do të na braktisje për një kohë të gjatë? Na bëj që të rikthehemi te ti o Zot dhe ne do të rikthehemi.
rivendos ditët tona si në të kaluarën. Mos valla hodhe poshtë fare apo je zemëruar më të madhe kundër nesh. Psalmi 36. Mëkati të pabesit i thot zemrës sime. Nuk ka asnjë frikë nga Perëndia përpara syve të tij, sepse ai gënjen veten e tij në kërkimin e fajit që ka kryer në urrëtie ndaj tij. Fjalët e gojës së tij janë pa udhësi dhe mashtrim. Ai ka pushuar se qeni i urtë dhe nuk bën më të mira. Ai thur pa udhësi në shtratin e tij. Vihet në një rrugë që nuk është e mirë dhe që nuk e dënon të keqen. O Zot, mirësia jote arrin deri në qiell dhe besnikëria jote deri te ret. Drejtësia jote është si malet e Perëndisë dhe gjykimet e tua janë si një humner e madhe. O Zot, ti ruaj njerëz dhe kafsh. O Perëndi, sa e çmuar është mirësia jote. Prandaj bijtë e njerëzve gjejnë stre në hijen e krave të tu. Ata ngopen me bollëkun e shtëpisë sate, dhe ti u heq etjen në porrojën e kënaqësive të tua. Sepse pranë teje është burimi i jetës dhe me anë të dritës sate ne shohim dritën. Zgjate mirësinë tënde ndaj atyre që të njohin dhe drejtësinë tënde ndaj atyre që janë të drejtë nga zemra. Mos më vënd këmbën kryelarti dhe dora e të pabesit mos më marrë me vete. Ja, ata që kryen pa udhësi kanë rënë, i kanë rrëzuar për tokë dhe nuk mund të ringjallën përsëri.